Këto janë disa nga dhurata që ka marrë Beki dje. Ne do I hapim edhe do jo tregojmë të gjitha dhuratat. Gjithashtu ne I falenderojmë të gjitha ato që na kanë bërë ditën më të bukur me prezencën e tyre, por jo vetëm, edhe me dhuratat. Të dhuratën e bukur, të gjitha janë bukura, por kjo është ajo funksionalja që ka ndihmuar mamin me këtë blerjen dhe zgjedhjen, është nëna, mami im dhe ne I themi Daja, gjyshi, por I themi Daja, se kështu. Kemi zgjedhur edhe nuk do e hapim tani, por kjo është dhurata e parë që ne hapëm. Është zgjuar dhe Beki, pra është kjo në figurë, por ka 5 funksione dhe shumë praktike për ta marrë dhe me vete kudo. T'ju tregojmë dhuratën tjetër. Dhurata tjetër është kjo këtu. Këtë e kemi nga Ambra dhe Juri, bashkë me Amlën. Këtu kemi dhe dhurata tjera, por po pes që paketoj Roy. Këtu kemi një arush gjigant, që na e kanë sjell kushërinë të mi, gjithashtu dhe të Bekit. Erdhe. Ne kemi nga Daja. Dekoroj po hap edhe platën tjetër. Se e bukur. Se e bukur. Beki do I bie pianos, ka gitar. Shumë e bukur. Dhe hapish këtë tani. Këtë e kemi nga Liridoni. Hapi mama. Që duhet të hap të Beki, po I hap Roy. Çfarë kemi këtu? Një fustan. Një fustan pambuku për verën. Hap dhe këtë. Këtu, hape këtë mami, të dhuratë të tjera. Këtu kemi nga Rea. Sa e bukur. Shumë e bukur rosa. Hape kutin, mama. Kemi një kuku. Prit, mami. Dhe është edhe kjo këtu. Beki rose. Se e bukur. Shumë e bukur. Dhe hapim dhe këtë. Do I tregoj dhomën që do qëndrojmë sonte. Është shumë për shumë e bukur. Ja pra punë. Ja, shikoj një pak pamjen fantastike të Vlorës. Ndodhemi në Kanin, është bypassi që lidh Vlorën me Orikumin, me pjesën tjetër të Sarandës, e me radhën ti. Këtu kemi pishinën, Roy ka filluar të lahet. Është shumë bukur, ka gjithë këtë pamjen këtu. Fantastike, dhe kjo dhoma jon ka gjithashtu këtë hapjen. Këtu është e gjitha gjam dhe drita në dhomë. E duket shumë bukur. Kjo pjesa këtu të krevatën më pëlqeu shumë, që është kështu me këto kurët, këtu është me dras, çdo gjë është super bukur. Këtu është e tualeti, duket pastër, bukur. Ja, shikojeni. Këtu është pjesa e dushit. Edhe këtu pjesa tjetër e tualetit. Shumë bukur. T'ju jap edhe një pamje nga kjo ana këtu. Kemi edhe këtë jacuzzi në dhomë, që më shumë se Roy nuk e shijon askush tjetër.
Edhe kjo pjesa dhoma është e bollshme dhe shumë e bukur. Tamam një dhomë për pushim, relax, për qetësuar syt dhe mendjen, sepse kjo pamje fantastike, si nga deti ashtu dhe nga mali, është shumë bukur. Gjithashtu ka pishinën edhe pjesën e restorantit poshtë. Dhoma duken shumë bukura dhe jo vetëm, shikoni pak sa bukur duket edhe pjesa e korridorit. Këtej dhomat. Këtu është dhoma dhe këtu futesh për te pishina, te kjo shkalla këtu del aty lart. Ja u tregova dhomën para se ne të futemi dhe të bëjmë rëmuj, para se të hapet kjo valigje, nuk është se do qëndrojmë shumë ditë, vetëm sonte, por si do që tjetë ne kemi shumë raqe me vete. Kemi ardhur unë, Rogerti dhe Roy, duke qenë se Beki nuk e marrë me vete, ka patur pak dhimbje veshi dhe menduam që është më mirë të rinë shtëpi se po erdhi këtu dhe pa pishin, patjetër që ti nuk e ndalon do të futet, edhe mbase e përkeqëson gjendjen e veshit, mund të futet ujë në vesh. Kështu që lëvizem vetëm ne të tre. Roy është ai që shijon maksimalisht pishinën, ujin, këtë pjesën që ne largohemi nga shtëpia. Beki ende nuk kurse e kupton shumë mirë, përveç se mund të lodhet, edhe ne të tjerët, jo vetëm Beki, kështu që Beki po qëndron në shtëpi me nanën. Dhe kështu, uroj që të kalojmë sa më bukur. Se keni ide sa qetësi dhe sa bukur që është, sidomos kur e diela, gjithandaj është full me njerëz. Ne këtu po shijojmë maksimalisht gjithë të gjën. Unë tani jam vetëm këtu te pishina, te rooftopi. Roy është futur brenda, si që thash, ai vdes për atë vasken aty, e mbush me ujë, ndërkohë Rogerti shikon YouTube edhe ndonjë film. Unë jam këtu duke u qetësuar, kur kam Bekin, sigurisht jam të gjithë kohës duke ndjekur Bekin ose duke e vënë në gjumë, por fiks sot që nga për të marrë disa minuta për veten edhe për të karikuar për javën që vjen dhe për kështu. Tani do qëndroj dhe pak se po marr rreze dhe direkt do shkoj te dhoma të vishëm edhe të spresim për drekat, që nëse është dhe dreka tani. Kam folur me dy mikeshat e mia që mund t'i takoj këtu në Vlorë, nëse do m'dalë koha, sigurisht. Koha, do të thënë, nëse ato do vinë të konsumojnë diçka këtu sipër, se është shumë bukur. Ky qenë se është dhe turizëm, ka dhe ushqim të tjerë. Ja këta bon gati. Ku të shkoj? Ku? Te restoranti poshtë? Do hash një gjek. Jo, nëse. Ti bësë. Mama, hape lapen. Hape lapen.
Babi, provoj pak kokolorën e bardhë. Jo të një. Bëra make-upin dhe shikoni pak se sa glow. Dhe nuk është se kam bërë shumë make-up, është shumë i lehtë i pastër. Dhe tani merr kuptim ajo çfarë ju tregova kur erdha te kjo dhoma. Shikojini pak. Oh my god, sa bukur! Nuk di. Mrekulli. Ndërkohë që bësha gati, ky vibe, kisha vënë muzikë në YouTube, më zë të lartë. Kjo është vera. Pam 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 pam. Ua, shikoj pak dritën. Shikojni. Kështu të doja një dhomë, që t'ishte gjysëm, kjo pjesa e hapur, dhe të hyjë drita gjithandej dhe të jetë kjo lloj drite. I love it! Është shumë bukur. Sot, realisht, e kemi shijuar. Jemi qetësuar, kemi pushuar, nuk e dim. E gjithë vibe-i. Na mungonte pak beki, të jemi sinqert. Por nga ana tjetër, nuk ka qenë mirë sot, të tipit është grindur gjithë ditën, tha mami Rogertit. Edhe po ta kisha marrë me vete, realisht do ishte bërë 2 herë më keq, se grindet kur në shtëpi, kur del jashtë është 2 fishi i gjës. Kështu që nuk më ngel merak se thash okay, të paktën atje është brenda me kondicioner në kushte të përditshme. Kam dërguar Rojin dhe Rogetin për të marrë hekurin. Se erdhan. Sot drita. Kush erdhi? Kush erdhi ka? Erdhi zhurma. Shikoni drita, sa bukur reflekton dielli gjithandej. Perëndim. Tani, fustanin që do vesh është ky këtu. Por ka qëndruar në valigje dhe do hekurosur. Po perlësh, por do hekur. Tani këtu kam bërë këtë rëmujën time, se ndërkohë po bëresha gati. Roj, na i trego pak kostumin? Ua, nuk di, s'kam fjalë. Mami, i që kapele, mami, tani? Mami, që po bën? Po bë si bebe. Mos. Mami, i ke flokët e lagura dhe do të marrin shumë keq pastaj. Për zotin. Mami, kapela është për ditën. Mami. Dhe bukur. Ama mami, ki bukur. One day, the spirit of nature came. The spirit was angry and gave him a punishment, a frog head, a tire body, and human... Jemi rrugës për në plazhin e Zvërnecit. Ku po shkoj mami? Kemi mbledhur një kombëtar. Se paroj rrugës të plazhi. Ndërkohë Roj po shikon. Kemi shumë për tec. Mama. Ma jep telefonin. A kjo është right? Është left mami tani. Left, okay. Ha. Opa, shko left. Left.
parë që të dalë për këte. Ta shiko mami? Ta shiko mami? Left. Left. Na vani. Left. Tu po të janë, pa. Left. Yeah. Jo, drejt. Left. In 300 meters, slight. Bon appetit! Buon appetito. Pizza margherita. Mama, say hello. Hello! Ripak. O bajo ishte vende im tua. Okay, now I kind of look more like a cow. I'm a cow sheep. Record me me ta. I want to change my clothes because I look weird and green. Huh? Level up your friendships to get this outfit. Oh, I can have no clothes. Change my pants. I'm so short that this mini skirt is covering my entire legs. Let's wear these cute pants. Oh, no accessories. Oh, okay. Well, I guess I'll use this then. Store and I film videos. It's only $9-10. Usually when Më kanë ardhur porosi që kanë bërë tek Temu. Dhe shqyr, na kanë ardhur në kohë dhe këtë herë qytetërisht na kanë ardhur shumë më shpejt se herën e kaluar. Është kjo këtu dhe kjo këtu. Tani do i hap edhe do ja u tregoj shpejt e shpejt se çfarë kanë bërë porosi këtë herë. Zoti i madh, nuk di. Super të mëdhaja. Do i hap në këmbë, do i shpaketoj kështu, duke qenë se kur isha ullur, isha pak si në siklet, dhe madje, këtu te kondicioneri, tani mbas dite, bie gjithë drita e diellit, futet të brenda dhe realisht as kondicioneri nuk dëgjohet, pra vetëm nëse rrit në këtë zonën, e kupton, në të kundërt është më vapa andej. Edhe thash, ndryshe nga hera e parë, që pukulloja në ujë, realisht, isha dhe vonë për të shkuar të photoshooting, edhe vap, edhe isha shumë në siklet, pavarësisht se ndoshta ju se keni kuptuar fare. Por, besoj keni kuptuar që Alda o është në Terezin e vet ose si bë fare. Kështu që këtu më vjen fresku kondicionerit, nuk do lodhem fare. Edhe do i ndaj me juve të gjitha vlerë që kanë bërë tek Temu këtë herë. Edhe ma besoni, nuk ja kam idenë çfarë kam porositur nga hera e parë në të dytë dhe jam e bindur që do ketë gjëra që jam të përsëritura se nuk po fiksova një gjë që më pëlqen dhe mendoj që e kam bërë apo s'kam bërë porosi, por e shikon aty thua, hajta fus të shporta dhe po e marr. Kështu që ka ndodhur dhe kjo. Fakti që duken të mëdha është se janë vetëm kartonat e gjitha gjërat, edhe të mbështjella për mos të patur dëmtime rrugës. Dhe normalisht duket pak më shumë e madhe si për çfarë kam bërë. Gjëra për shtëpi, gjëra për zyrë, nuk e di. Shikoj çfarë kemi blerë. Se kam lënë nam, këto herë të fundit kam bërë super porosi tek Temu. Ja nisim. E para është kjo këtu. E kam marrë për të vendosur syze, duke qenë se është në këtë materialin shumë të bukur.
Se ato që kam marrë në Jumbo nuk më pëlqejnë as shumë, sepse i kam improvizuar, nuk janë fix për syze. Dhe kjo këtu është fix për syze. Fix nga ato video që ne shikojmë në për YouTube ose TikTok, ku tregojnë se si i kanë organizuar të gjitha gjërat tek garderoba. Kjo është fix. Uroj të kem marrë edhe më shumë se që nga shumë të bukura. Kalojmë tek tjetra. Dhe këtu kemi një gotë në formë termosi, është kjo këtu. Më shumë mund i marrë për vibe, janë shumë të lezetshme për këtu të zyra, se në fund përfundoj duke pirë në një gotë plastike për shpejt. Por që është shumë e lezetshme për kafen, ose për lëngun, për çajin që ju mund të merrni me vete. Dhe duket kështu. Kalojmë tek tjetra. Ku kemi marrë një shishe. Me idenë që jam marrë qelqit, po kjo që nga kauçuk. Për të mbajtur patjetër ujë ose lëng frutash. Të shohim çfarë kemi këtu. Kjo është diçka plastike. Ndarse. Por nuk e di se për çfarë i kam marrë. Duhet të shikoj aty tek fatura te lista që kam bërë të shporta blerjet për t'i kuptuar më tepër se për çfarë i kam marrë. Me siguri të ketë marrë për të vendosur kapele, diçka e tillë te garderoba. Dhe janë dy të tilla. Këtu kemi një gotë. Më pëlqen shumë inoxi dhe duke qenë se këtu tek showroom-i kemi përdorur shumë inox, jam munduar çfarë kam parë diçka estetike për ta marrë. Këtë mund ta vendosim edhe për të mbajtur fuqat në tualet, ose si lapset këtu, por mund ta përdorim dhe si gotë. Kemi një tjetër mbajtëse për syze. E dija që kam bërë porosi 2, mund të kem bërë dhe 3. Por të shikojmë, nëse deri në 3 apo 2. Ja ku është. Unë kur të sistemoj të gjitha gjërat në vendin e vet, do ja u tregoj edhe se si do duken. Dhe herë në fundit ju kam thënë do ju tregoj nëse ja vlen apo jo vlerë që kam bërë tek Temu. Mendoj se po ja vlen, jo për të blerë gjithçka, por janë disa gjëra të nevojshme në përditshmëri që me pak lek ti e kryen atë gjën, dhe mendoj se po ja vlen. Sidomos për fëmijë që realisht çdo gjë shkon dëmtohen shumë shpejt edhe nuk ja vlen ti marrësh më shumë lek. Kështu që Temu është zgjidhja më e shpejtë. Këtu kemi marrë këtë gjën, mbajtësen që ka këto mbajtëset për gotat e ujit ose për filxhan. Është shumë bukur edhe estetike. Hiqet kjo letra edhe del fiksi ky inoxi, por nuk po i heq tani se marrim shumë. Si këto shishe transparente kam marrë diku te 4 copë, ndërsa te kjo gota që ju tregova më përpara, në sa shoh kam marrë 2 copë, 2 të tilla. Nuk besohet. Si të prishim lekot. Okej, kam marrë të njëjtën gjë, por jo govat, kjo është më e vogël dhe nuk e di për çfarë e kam marrë. E kam menduar për bekin, me siguri, por kjo nuk është për bekin. O jo, e kam marrë për rroba, për t'i nxjerrë jashtë. Sepse kjo nuk zë vend. Tani u kujtova. Ajo që kemi, përveç se është dëmtuar, se dëmtohen shumë shpejt këto që janë kauçuk, por kjo nuk nxë vend edhe do e fusim direkt aty kur marrë punë. Shpresoj të bëj këtë hapi vjera ime. Se nuk ose më qëllon shumë. Në nxjerr rrobat jashtë. Kalojmë tek tjetra. Do shohim çfarë kemi këtu. Këtë e kam marrë me duket për të mbajtur këtu te puna revista. Duket e vogël kjo.
Po do ta shikojmë për çfarë gjë. Macaron është se këto e vinë kutia, që është shumë mirë që vinë kështu se nuk dëmtohen, por që duhet secila të hapet tek e tek me një gërshër. Okej. Kjo porosia ka një muaj që e kam bërë. Po thash që më ka ardhur shpejt, por thjesht unë s'e baja mend që e kam bërë. Kam marrë 2 të tilla. Dhe me sa di unë i kam marrë për këtu te puna për të mbajtur gjëra. Janë shumë të bukura dhe estetikisht bukur duken dhe tek dollapi që kanë vajzat atje. Kam marrë këtë, nuk e di sa copë kam marrë si kjo. Kam marrë edhe tek Temu edhe tek Zara dhe në fund të ditës nuk po i përdor fare. Thjesht më pëlqejnë edhe i blej. Njeri me fiksime si unë nuk ka. Po. Në tash nga marrë 2 të tilla, këto i mbaja më. Se po mendohesha se këto do me duhesh. Ja. 2 si këto. Dhe këtë kam marrë për tek shtëpia. Mbajtëse, se për çfarë nuk e di, është mbushur shtëpia ime me këto, por që do e shikoj edhe në foto se ku ja kam menduar vendin. Wow. Pas ke marrë 3 të tilla. Dhe unë këtë nuk e dija se kam marrë 2. Gjën e kam marrë për ta vendosur si organizuese në çantë. Është kjo këtu. Pra ti mund të vendosësh të gjitha gjërat që të duhen dhe në momentin që ti e ndryshon çantën, thjesht e merr dhe fut te tjetra. Dhe duket kështu, dhe pse mua më acaron shumë ky lloj materiali, por që e mora për të parë nëse do funksionoj apo jo. Në këtë mënyrë ju mund të mbroni dhe çantën që mos ta dëmtoni nga stendi që vendosni. Nuk e di nëse unë dëgjoj nga këtu. Kamera është shumë cilësore, por edhe pse unë kam blerë me mikrofon, prap nuk e përdor. Çfarë ti them kësaj? Tani duhet të kisha mikrofoni, edhe do isha shumë pashjente që ju po më dëgjoni çdo lloj gjë që unë po flas, sepse kam distancë nga kamera. Këtu kam marrë diçka dekorative që duket kështu. Jam e bindur që ju ka dalë me sponsor me qenë se na u fik dhe kamera. Mora ndim dhe mora Aidin, thash t'i hapim të gjitha, të shikojmë më tepër se çfarë kemi marrë fix. Tani, specifikisht e kam marrë të duken bukur. Set. Këtë e kam marrë për fruta, duke shumë bukur dhe duke qenë se ka dhe këtë të drurit. Mendoj se më rri shumë mirë edhe në kuzhinën time. Kemi marrë të dekorativen, filxhan. Këto i kam marrë për të vendosur unaza, bijou, duken shumë të bukura. Dhe kjo ishte shumë për shumë e bukur, mora 2 si këta. Sa kjetë? Dhe vazhdoj të marrë për akullore ose për fruta. Janë shumë të lezetshme, por nuk e di nëse do i përdor. Shishet ja u tregova, kisha marrë 4 të tilla. Edhe këto më duket ja u kam treguar. Çfarë që kam treguar tjetër është kjo këtu. Tregoj pak Aili. Shumë e bukur, dekorative, estetike për të vendosur revistat dhe mushi me revistat tona, me Tile Studio, siç është kjo këtu, se është shumë e bukur. Dhe do vendosim të gjitha këtu. Nuk e di ende se ku do e vendos, se cili kënd, por do e shikojmë. Këtu ja u tregova, kam marrë për të vendosur parfumet tek garderoba ime këtë. Dhe këtë e kam treguar herën e parë, të tjerat ja u kam treguar. Edhe këtu më duket, kam marrë atje, po se di nëse e kam treguar. Kryesisht këto ishin të gjitha gjërat që kam bler. Ju tregoj dhe disa veshje që kam marrë për Bekin. Mos harrojmë me këtë, shikoni që ishte shumë e bukur dhe ishte material cilësor. Kushtonte pak, me sa mbaj mend, diku te 30, por është shumë e mirë, shumë e bukur. Thash këtë herë të testoj pak këto veshje, normalisht janë shumë materiale të lira dhe çepja është nga më e lira. Tani jemi bërë ekspert kësaj fushe, por duke qenë se
fëmijët tani i bën shumë zhurë dhe prishen maksimumi 1 deri në 2 herë motivation, thash po i provoj dhe mendoj se për 1-2 herë ja vlen. Duket lezetshme, të bukura, dhe pse nga afër cilësia nuk është aq e mirë, por kuptohet, pra është kosa janë shumë të lira në çmim. Kuptohet edhe cilësia, por kështu duket shumë cute dhe janë shumë të lezetshme. Kem pëlqeu, si një flutur. Të ishin gjitha gjëra që mora të Temu, 2 pako të mëdha gjigante, por që në fund të ditës përkthehen në pak gjëra se ishin kartona më tepër. Me sa mbaj mend kam dhe një porosi për të ardhur, se kam porositur ring light, gjëra të tilla, edhe do ta mbyll, nuk bëj më porosi se kam lënë na. Kemi bërë porosi që janë të përsëritshme, do thoja. Si mendon ti, Ali? Mbyllim tani. I përshëndesim. Ikim. Paqim, shihem në lidhjen tjetër.